Si e përgatit tani unë pilafin me shafran? Shumë keni pyetur për ngjyrën e verdhë të pilafit, zakonisht shumë përdor turmeric, edhe shumë jeni ngatëruar se mendoni se shafrani është i njëjti me turmeric, nuk është e njëjta gjë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Këtu po t'rregoj se si e përdor shafranin unë. E vendos një pjesë shumë të vogël, që ta vendosni në ujë edhe me akull dhe të lini atje derisa të lëshojë ngjyrën. Nga që lëshon shumë ngjyrë edhe është shumë i fortë. Shafrani përdoret në sasi shumë të vogla. Si shikoni orizin unë e bëj 1 me 2, 1 oriz edhe 2 një oriz, mirë thash, 1 oriz e 2 ujë. Pastaj do t'i hedh lëngun e shafranit brenda, edhe siç mund të shikoni këtu, mund të doja sasi më të madhe, ndaj edhe nuk doli shumë i verdhë pilafi, po në kjo se doni sasi më të madhe, mund t'i hidhni akoma një çik më shumë. Kjo është mënyra që e përdorun shafranin, po ka dhe mënyra të tjera që mund ta përdorni edhe të dali pilafi juari i verdhë.